Letra drejtuar Titit. Kapitulli 1. Adresim dhe përshëndetja. Pali, shërbëtori i hyjit dhe apostulli i Jesu Krishtit, për t'i kthyer në fe të zgjedhurit e hyjit dhe për t'i bërë ta njohin të vërtetën që mëson për shpirtrin, me shpresë në jetën e pasosur, të cilën e premtoi hyji, që kur nuk gënjen, para kohrave të amshuara dhe në kohën e caktuar, e dëftoi fjalën e vet me anë të predikimit që mu besua mua me urdhër të hyjit shëlbuesit ton. Titit, birit të vërtet në saje të fesë së përbashkët, hir dhe paqe prej hyjit atë dhe prej Krishtit Jezus shëlbuesit ton. Organizimi i presbiterëve në Kretë. Arsyeja pse të lash në Kretë është që të kryesh shkambetet për të rregulluar dhe të caktosh udhëheqës në çdo qytet, sipas porosive që të kam dhënë. Kandidati duhet të jetë i patëmet, i martuar vetëm një herë, fëmijët të ketë besimtar që nuk përfliten për sjellje të shfrenuar dhe për padëgjes, sepse mbikëqyrësi si mbarshtues i hyjit duhet të jetë i patëmet, jo i vrazhd, jo hidhnak, jo pijanec, jo mujshar, jo lakmues i fitesës së dytë, por mikpritës që e do të mirën, i urt, i drejt, i shenjtë, që të tëron me vete, i thedhuar në fjalën e vërtetë të mësimit, që të jeti Zoti të jap zemër në mësimin e shëndosh dhe t'u ambush mendjen kundër shtarve. Lufta kundër mësuesve të rrejshëm. Vërtet, ka shumë asisht që nuk nënshtrohen, që flasin shumë dhe gënjejnë, sidomos ata që vijnë nga rreth prerja. Atyre duhet u mbyllet goja, sepse të tillët pështjellojnë familje të tëra, duke mësuar çka nuk duhet, dhe këtë e bëjnë me qëllim të fitimit të ndytë. Dikush prej tyre, një profet i tyre, tha: "Kreta si gjithmonë renacak, e gërësira të këqija, barqe për tace." Kjo dëshmi është e vërtet. Këndej edhe qortoj me ashpërsi, që ta kenë fenë shëndosh dhe të mos i dëgjojnë prallat e judenjve, as urdhrat e njerëzve që e përbuzin të vërtetën. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër. Kurse për të ndytët dhe për ata që nuk besojnë, s'ka gjë të pastër, por i kanë të ndyta mend dhe ndërgjegjen. Pohojnë se hyjnë e njohin, por me vepra e mohojnë. Janë të ndytë, kryekëtyer dhe të papërshtatshëm për çdo vepër të mirë. Kapitulli 2. Detyre e kategorive të ndryshme të besimtarve. Ti veç mëso çka është në përkim me mësimin e shëndosh, që pleqë të jenë të përkorm, të ndershëm, të urtë, të shëndosh në fe, në dashuri dhe në qëndres. Po ashtu edhe plakat, të kenë sjellje si ukahie shenjtërve, jo shpifse, jo të dhëna mbas verës, por mësuese të së mirës. Ti mësojnë gratë e reja t'i duan burrat e vet dhe fëmijët e vet, të jenë të urta, të pastra, shtëpiake me mend, të mira t'u binden burrave të vet, që fjala e hyjit të mos shahet, po ashtu nxiti të rinj që të jenë të përkorm. Në çdo gjë i shembull me veprat e mira, në mësim për pikërinë, denjësinë, fjala të jetë shëndosh, e patëmet, që kundërshtari duke mos pasur çka të flas keq për ne, të turpërohet. Sklevërit le t'u nënshtrohen zotrinjve të vet në gjithçka, të mundohen t'u pëlqejnë dhe të mos u kundërshtojnë me fjalë, të mos i vjedhin, por vazhdimisht ta japin provën e besnikërisë së vërtetë. Kështu do t'i japin lavdi në gjithçka mësimit të hyjit shëlbuesit ton. Themeli dogmatike i këtyre kërkesave. Vërtet u duk hiri i hyjit që u sjell shëlbimin të gjithë njerëzve. Ai na mëson t'i bie mohit pa besimit dhe dëshirave të shekullit, për të jetuar në këtë botë urtisht, drejtësisht dhe përshpirtërisht, duke pritur shpresën e lume,
dhe ardhjen e lavdisë të madhit hyj dhe shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Ai e flijoi vetveten për ne, që të na shpërblej nga çdo paullsi dhe ta pastroj popullin që atij i përket, që të jetë plot zell për të kryer vepra të mira. Për këto gjëra fol, këto porositi dhe çorto me çdo pushtet. Askush të mos ketë guxim të përbuzë. Kapitulli 3. Detyrat e përgjithshme të besimtarit. Përkujtoj se u duhet t'i nënshtrohen pushtetit dhe autoritetit, t'i dëgjojnë, t'i jenë të gatshëm për të kryer çdo vepër të mirë, të mos fyejnë askënd, t'u shmangen grindjeve, të lëshojnë pe, të tregojnë butësi të vazhdueshme kundrejt të gjithë njerëzve, sepse edhe ne dikur ishim të pamend, të padëgjueshëm, ende shim larg së vërtetës, robër të dëshirave dhe të prirjeve të ndryshme. Kemi jetuar në të këqija dhe në smir, të denjë për të qenë të përbuzur. Kemi urrejtur njëri tjetrin, por kur u dëftua mirësia e hyjit shëlbuesit ton dhe dashuria e tij ndaj njerëzve, ai na shëlboi, jo në saje të veprave tona që ne i bëm në drejtësi, por në saje të mëshirës së vet, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes që jep Shpirti i Shenjtë, të cilin me begati e ndikoi në ne nëpër Jezu Krishtin shëlbuesin ton, që të shfaqsuar me anë të hirit të tij, të jemi në saje të shpresës, trashëgimtar të jetës së pasosur. Këshilla të dhënë Titit. Kjo fjalë është e denjë për t'u besuar dhe dua që ta përsëritësh pa pushim, që ata që besuan në hyin të mundohen të jenë të parët në vepra të mira. Kjo gjë është e bukur dhe e dobishme për njerëz, kurse diskutimeve të marra, gjenealogjive, grindjeve dhe përleshjeve lidhur me ligj, shporru. Ato janë të padobishme dhe të kota. Me fe shtrembërin, mbasi të kesh shortuar 1 ose 2 herë, mos ki punë më me të, mbasi e di mirë se është njeri jashtë rruge dhe vazhdon me mëkate, ai vetë e dënon vetveten. Porosi personale dhe përshëndetje. Kur ta dërgoj te ti Artemin dhe Tihikun, hiqeje atë unë në Nikopol, sepse atje vendosa ta kaloj dimrin. Jepu çka u nevojitet për udhtim Zenës, Juristit dhe Apolonit që të mos u mungoj gjë. Kështu edhe tanët le të mësojnë të jenë të parët për vepra të mira, lidhur me nevojat jetësore që të mos jenë të pafrytshëm. Të përshëndesin të gjithë që janë me mua. Përshëndetje ata që na duan në fe. Hiri qoftë me ju të gjithë.